Papa Francesku, pas bekimit tradicional Urbi et Orbi në sheshin e Shën Pjetrit të Dielën e Pashkëve, ndërroi jetë sot në moshën 88 vjeçare. Papa Francesku, para se të mbyllte syt, ja doli t'i bënte shërbimin e fundit besimtarve, duke i uruar personalisht Pashkë të lumtura dhe të bekuara. Në njoftimin e Kishës Katolike u tha se mëngjesin e sotëm në orën 7:35, Francesku u kthye në shtëpinë e atit. E gjithë jeta e tij ju kushtua shërbimit të Zotit dhe Kishës. Ai na mësoi të jetojmë vlerat e Ungjillit me besnikëri, guxim dhe dashuri universale, veçanërisht në favor të më të varfërve dhe më të marginalizuarve. Me mirënjohje të pamas për shembullin e tij si dishepull i vërtetë i Jezusit, ne përcjellim shpirtin e Papa Franceskut në dashurinë e pafundme dhe të mëshirshme të Zotit. Ati i shenjtë u shua në rezidencën e tij në Vatikan. Më 21 shtator të 2014-s, ati i shenjtë vizitoi Tiranën, udhëtimi i tij i parë si pap në Evropë, ku prit nga mira besimtarë dhe qytetarë që mbushën bulevardin qendror të Tiranës. Papa Francesku nga sheshi Nën Tereza ju drejtua shqiptarëve me fjalët: "Paqe në këtë shtëpi. Erdha për t'ju inkurajuar që të rritet shpresa brenda dhe mes jush. Uroj që shqiponja që keni në flamurin tuaj të mbajë gjithmonë shpresën te Zoti, që nuk zhgënjen e qëndron pranë në momente të vështira." Papa Francesku kremtoi meshën dhe vlerësoi harmoninë fetare, inkurajoi forcën e të mirës së përbashkët dhe inkurajoi popullin shqiptar për të vazhduar në rrugën e demokracisë. Papa Francesku ishte papa i parë i Amerikës Latine në vitin 2013 dhe më i vjetri në historinë e Kishës.